Mungesa autobusave në linjat 9 dhe 19 në fushë Top Han dhe Shutk po shkakton pritje të gjata për qytetarët në këtë zonë. Qytetarët shprehen të revoltuar pasi detyrohen të paguajnë taksi për të shkuar në punë dhe spitale. Шоферите си правят муабет. А овде е само еден автобус деветка. Друг нема. И кого зафркават овие шофери? Кого? Ние, македонците и овие ромите, сме малцинство овде. Си го зафркава собствениот народ. Нити може да стасат у болница, нити на работа, нигде. Нити бизнис да терат. Еве, дете во сега го оплячкале 250 денара му земале таксисти. 500 денара. Pa odamna čekame, 20 minuti ima više. Pinon mleqet pa në kohë, pinon që nuk e di që, por sigurisht në ka. Në kanë mjaft autobusa. Retko autobus, se čekat po edhe sa, dva. Për këtë kërkuan përgjigje nga ndërmarrja e qarkullimit publik, por deri në këtë edicion të lajmeve nuk morën përgjigje.